484.6 miliard lekë u mblodhën në buxhetin e shtetit gjatë 7 muajve të parë të vitit, sipas të dhënave të Ministrisë së Financave. Shifra është 11.8% më e lartë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ose rreth 51 miliard lekë më shumë. Pjesa më e madhe e arkëtimeve erdhi nga tatimet dhe doganat me 307.9 miliard lekë, ndërsa fondet speciale ku përfshihen sigurimet shoqërore dhe shëndetësore sollën 117.6 miliard lekë. Brenda sistemit tatimor, rritja më e fortë u regjistrua te TVSH-ja neto në vend, e cila arriti në 49 miliard lekë, ose 25.1% më shumë se një vit më parë. Tatimi mbi të ardhurat personale solli 56.6 miliard lekë, me rritje 17.3%, ndërsa tatimi mbi fitimin arriti 34.6 miliard lekë. Nga administrata doganore u arkëtuan 142 miliard lekë. Peshën kryesore e mbajti TVSH-ja në import me 94.4 miliard lekë, ndërsa akciza solli 40.5 miliard lekë. Në anën tjetër, shpenzimet publike për periudhën janar-korrik arritën në 433.2 miliard lekë, ose 7.8% më shumë se një vit më parë. Prej tyre, 384.1 miliard lekë ishin shpenzime korrente dhe 49.1 miliard lekë shpenzime kapitale. Për 7 muajt e parë të vitit, të ardhurat e buxhetit ishin rreth 51.4 miliard lekë, më të larta se shpenzimet publike, sipas raportit zyrtar.